Panajiret e traditës që organizohen në qytetin e Gjirokastrës promovojnë vlerat tona kombëtare, duke të rreshur interesin e turistëve. Në qendër të tyre është prezantimi i produkteve tradicionale, suveniret, kulinaria karakteristike të tjerë. Aktivitetet të tilla rijetësojnë traditat duke i bërë të njohura për turizmin. Gjithmonë është promovimi i traditave dhe i kulturës që ka qyteti jonë, po jo vetëm edhe asaj shqiptare të bërjes së qylimave. Rrit vizibilitetin e këtyre zejeve dhe artizanatit shqiptar, për shkak se në qytet tani momentalisht është sezoni i lartë i turizmit, edhe kjo i mundson dhe atyre të përjetojnë nga afër shumë eksperienca të ndryshme në qytet. Ne të gjithë artizanët të kemi marrë pjesë me prodhimet tona, të bëra me dorë çdo gjë. Unë kam marrë pjesë me të gjitha produktet, me likernat, me likot, me reçenat, me frutat e komplet zonës së lunxherisë nga janë vetë. Duke i mbledhur, duke i përpunuar, gjithmonë sjellim risi të reja. Trashëgimi familjare. Dhe kemi vazhduar, ka qenë mjet që na duhej patjetër. Në familje shtrojmë qylyma, bëjmë sherkje për çoban, bëjmë çdo lloj gjë. Është shumë mirë që të vazhdoj. Të vazhdoj si pse të ikim këto që të jenë të trashëguara. Në këtë sezon vere në Gjirokastër po zhvillohen aktivitete kulturore dhe artistike, të cilat tërhoqën edhe interesimin e turistëve që vizitojnë qytetin e Gurtë.